Shtëpia atë ditë kishte një ajër të rëndë, sikur muret po ngushtoheshin. Alba e ndjente prej mëngjesit se diçka nuk ishte mirë. Klodi sillej i ftohtë, i prerë, me atë ton që nuk linte vend për bisedë. Mes tyre kishte mbetur një keqkuptim i vjetër, por askush nuk po gjente guximin ta shpjegonte me qetësi. Gjithçka shpërtheu në kuzhinë, për një arsye të vogël, pothuajse qesharake. Një fjalë e thënë keq, një shikim i marrë për sfidë dhe pa pritur dy njerëz që dikur flisnin normalisht u gjendën ballë për ballë si kundërshtar. Alba ju afrua për të sqaruar diçka, por Klodi ngriti dorën në ajër, jo për ta goditur, por për ta ndalur. Mos më prek, i tha me zë të ashpër, mos më hyr kaq afër. Fjalët e tij ranë si shupllak. Alba u step për një sekond, pastaj inati ia mbyti çdo lloj maturie. Ajo e shtyr lehtë, më shumë si reagim nervash se sa si sulmi menduar. Kamerat heshtnin, por tensioni bërtiste, nga ai moment asgjë nuk u kontrollua më. Zërat u ngritën, akuzat u përzien me fyrje. Klodi hodhi fjalë të rënda, nga ato që plagosin më shumë se çdo prekje. Alba ja ktheu po me atë gjuhë, duke u mbrojtur me dhëmbë të shtrënguar. Nuk po flisnin më dy njerëz, por dy krenarit të plagosura. Mos më fut në të njëjtin thes me ty, bërtiti ajo, ti nuk je më e mirë se unë, ja ktheu ai. Banorët e tjerë u afruan me nxitim. Disa u përpoqën t'i ndanin, të ulnin zërat, të ndërprisnin ciklin e helmit që po rritej. Por kur nervat arrin kulmin, njeriu dëgjon vetëm jehonën e vet. Alba dridhej. Jo nga frika, por nga poshtërimi. Fjalët që Klodi i kishte thënë i rrotulloheshin në kokë si gjemba. Ajo nuk e njihte veten në atë skenë, një vajzë që shtynte, që bërtiste, që mbrohej me po aq egërsi sa sulmohej. Klodi, nga ana tjetër, duke i verbuar nga inati. Më vonë do ta kuptonte se kishte kaluar çdo kufi, por në atë moment krenaria i fliste më fort se arsyeja. Ai e ndjente se po humbiste kontrollin, por nuk dinte si të ndalej. Produksioni ndërhyri. Zëra që kërkonin qetësi, duar që i largonin nga njëri tjetri, thirrje për të marrë frymë. Konflikti nuk ishte më vetëm mes tyre, ishte bërë çështje e gjithë shtëpisë. Alba u largua drejt dhomës së gjumit dhe shpërtheu në lot. Ato lot nuk ishin dobësi, ishin reagim ndaj turpit, ndaj ndjesisë se dikush e kishte ulur si njeri. Ajo përsëriste me vete, nuk jam ajo që tha ai. Nuk jam. Klodi mbeti në korridor, i heshtur për herë të parë. Inati po i binte dhe në vend të tij po hynte pesha e fajit. Fjalët e tij i dukeshin tani të shëmtuara, të panevojshme. Ai e kuptoi se një moment nervash mund të prishë gjithçka. Shtëpia u nda në dy kampe, disa mbronin Albën, të tjerë Klodin, por e vërteta ishte se të dy kishin humbur. Kur një debat arrin të shtyrjet dhe ofendimet, askush nuk del fitues. Mbrëmja ra me një qetësi të rreme. Alba refuzoi të dilte nga dhoma për orë të tëra. Klodi kërkoi të fliste, por asaj nuk i bënte zemra ta dëgjonte. Mes tyre ishte ngritur një mur që nuk ndërtohet me tulla, por me fjalë të pamenduara. Dikush i tha Albës, mos lejo që një njeri të ta ndryshojë imazhin që ke për veten. Ajo tunte kokën, por brenda ende i dhemte. Ky konflikt nuk ishte vetëm një skenë televizive. Ishte përballje karakterash, plagësh të vjetra, krenarish që nuk din të kërkojnë falje. Dhe mbi të gjitha, ishte provë se sa lehtë një njeri mund të humbas dinjitetin kur lejon inatin t'i flas në vend të zemrës. Nata i gjeti të ndarë, secilin me mendimet e veta. Askush nuk e dinte nëse të nesërmen do të kishte pendim apo vetëm më shumë heshtje. Por një gjë ishte e qartë, ajo përplasje i kishte ndryshuar të dy, dhe disa fjalë, edhe kur era i merr, lën plagë që nuk duken në kamera. Ka çaste kur një njeri lodhet jo nga të tjerët, por nga vetja që po përpiqet të qëndrojë fort. Alba e kuptoi këtë në një nga ato ditët e gjata brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku koha nuk matet me orë, por me rrahje zemre, me debate, me fjalë që të mbeten në fyt. Përplasja me Labinotin nuk ishte thjesht një debat i zakonshëm. Nuk ishte nga ato zënka që shuhen me një përqafim para gjumit. Ishte një goditje e brendshme, një ndjesë i padrejtësie që ju ngjit në kraharor dhe nuk po i largohej. Fjalët e tij, toni, mënyra si e vuri në dyshim para të gjithëve, gjithçka ju duk si një mur që i ra mbi supe. Alba kishte qarë edhe herë të tjera brenda asaj shtëpie. Por kur kështu? Lotët e asaj dite nuk ishin vetëm për Labinotin. Ishin për lodhjen, për mallin për njerëzit jashtë, për presionin e kamerave që nuk fiken kurrë.
Ishin për Albën që kishte hyrë me ëndra dhe tani po ndjente se po humbiste veten. Ajo u mbyll në dhomën e gjumit dhe qëndroi gjatë duke parë valixhen e saj. Valigja që në fillim kishte qenë simbol aventure, tani dukej si një derë shpëtimi. Duart I dridheshin teksa filloi të paloste rrobat. Çdo bluzë që fuste brenda ishte si një pranim humbjeje, por edhe si një frymëmarrje lirie. Banorët e tjerë e vëzhgonin nga larg. Disa u përpoqen t'i afroheshin, t'i flisnin, t'i thoshin të qetësohej. Por ka momente kur as zëri më I butë nuk arrin të zemra. Alba dëgjonte, tunte kokën, por brenda saj vendimi po merrte formë. Ajo mendonte për ditët e para. Për entuziazmin kur kaloi pragun e asaj shtëpie, për mënyrën si I premtoi vetes se do të ishte e fortë, e vërtetë se nuk do të lejonte askënd ta ulte. Dhe tani ndjente se po luftonte kundër diçkaje më të madhe se vetja. Përplasja me labinotin I rrotulloi vazhdimisht në mendje. Nuk ishte vetëm ajo që ai tha, por mënyra si e bëri të ndiej e vogël, sikur zëri I saj të mos kishte peshë. Alba gjithmonë kishte frikë nga padrejtësitë dhe atë ditë u ndje e tradhtuar nga loja, nga njerëzit. Ndoshta edhe nga vetë formati, lotët I rridhnin pa pushim. Ajo nuk po qante për kamerat. Nuk po qante për publikun. Po qante si një vajzë e lodhur që donte të kthehej në shtëpi. Valixha po mbushej ngadalë. Një palë këpucë, një xhaketë, një fotografi e vogël që e mbante fshehur. Çdo objekt kishte një kujtim brenda asaj shtëpie. Dhe çdo kujtim po I rëndonte. Disa nga banorët u përpoqen ta bindnin, mos merr vendim në nerva, Alba. Je më e fortë se kaq. Kjo është vetëm një ditë e keqe. Por ajo nuk po shite një ditë. Po shite javë të tëra tensioni që ishin mbledhur në fyt. Po shite veten duke u tjetërsuar për të mbijetuar në një lojë që ndonjëherë të kërkon më shumë se sa mund të japësh. Në dhomën e rrëfimit zëri I saj dridhej. Aty, larg syve të banorëve, ajo e lejoi veten të thyej plotësisht. Tha se nuk po e përballonte dot më, se nuk donte të shndërrohej në diçka që nuk e njihte, se ndoshta largimi ishte e vetmja mënyrë për të ruajtur dinjitetin. Jashtë asaj dere, jeta vazhdonte normalisht. Por brenda, Alba po jetonte një stuj, labinoti nuk e priste këtë reagim. Ndoshta as ai nuk e kishte kuptuar sa thellë kishin prekur fjalët e tij. Në një lojë ku të gjithë mendojnë për strategji, ndjenjat reale shpesh harrohen. Dhe Alba atë ditë nuk ishte lojtare, ishte thjesht njeri. Mbrëmja po afrohej dhe vendimi I saj dukej gjithnjë e më I prerë. Valixha tashmë ishte gati. Ajo u ul mbi krevat dhe e preku me dorë, si për të siguruar se ishte e vërtetë. Në mendje I kalonin fytyrat e familjes. Nëna e saj që me siguri po e ndiqte nga ekrani, shoqet që e njihnin Albën e vërtetë, jo këtë version të plagosur nga loja. Aja vlente të qëndronte vetëm për krenari, Big Brotheri të jep famë, por të merr qetësi, të jep zë, por ndonjëherë ta vjedh shpirtin. Alba po e kuptonte çmimin. Ajo u ngrit, fshiu lotët dhe për herë të fundit hodhi syt rreth dhomës. Muret që dikur I dukeshin plot mundësi, tani I dukeshin si kafaz I bukur. Vendimi ishte aty, duke rrahur bashkë me zemrën e saj. Ndoshta do të largohej. Ndoshta dikush do ta ndalte në minutën e fundit, por një gjë ishte e sigurt. Ajo ditë e kishte ndryshuar për gjithmonë, sepse ndonjëherë guxim nuk është të qëndrosh, është të dish të largohesh. Në botën e Big Brotherit, e vërteta dhe imagjinata shpesh ngatërohen. Publiku sheh vetëm copa momentesh, fragmente bisedash, shikime që zgjasin pak më shumë se zakonisht dhe mbi to ndërton histori të tëra. Kështu ndodhi edhe me Albën dhe Limin, dy njerëz që jetojnë në dy shtëpi të ndryshme, në dy formate të ndryshme, në dy realitete që nuk preken, por që në mendjen e njerëzve u bën një. Alba është brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Ajo zgjohet çdo mëngjes në dritat e kamerave, me mikrofonin e vendosur në gjoks dhe me ndjesinë se çdo hap I saj po lexohet, po komentohet, po interpretohet. Brenda asaj shtëpie koha rrjedh ndryshe. Një ditë duket si një javë. Një debat duket si dram jete, një buzëqeshje e vogël merr peshë simboli. Limi, nga ana tjetër, po përgatitet të hyjë në Big Brother Albania. Jashtë kamerave ai ende ka jetën e tij të zakonshme, por hija e formatit tashmë ka filluar ta ndjek. Emri I tij përmendet në portale, njerëzit përpiqen ta lidhin me histori, të krijojnë ura aty ku nuk ka as rrugë. E vërteta është e thjeshtë, Limi nuk ka lidhje me Albën. Nuk ka një histori të fshehtë, as një dashuri të heshtur, as një premtim të pathënë. Por publiku nuk ushqehet me të thjeshtën.
Publiku kërkon narrativ dhe kështu lindin tregimet, mjafton një foto e vjetër, një fjalë e nxjerrë nga konteksti. Një lig i rastësishëm që njerëzit të ndërtojnë skenar. Alba brenda shtëpisë nuk e di se jashtë po i shkruhet një histori paralele. Ajo merret me sfidat e saj, me mallin për familjen, me përplasjet e përditshme, me aleancat që krijohen e prishen brenda pak orësh. Ajo nuk e njeh limit veç se si emër që qarkullon larg realitetit të saj. Ndërsa jashtë, emrat e tyre vendosen krah për krah sikur të ishin dy personazhe të njëjtit skenar. Ky është paradoksi i Big Brotherit. Njerëzit futen për të treguar kush janë, por shpesh përfundojnë duke u bërë kush të tjerët mendojnë se janë. Limi e di se kur të hyjë në shtëpinë e Shqipërisë, do ta presim pyetje. Do ta pyesim për Albën, për historinë që nuk ekziston. Ai do të duhet të shpjegojë diçka që nuk e ka jetuar kurrë. Dhe ndoshta do ta kuptoj se fama moderne nuk ndërtohet vetëm nga veprimet, por edhe nga fantazitë e të tjerëve. Ndërkohë Alba vazhdon rrugëtimin e saj në Kosovë. Ajo krijon miqësi reale, përjeton emocione të vërteta, qan, qesh, zemërohet, pa e ditur se jashtë dikush po i shkruan një version tjetër të jetës. Në dhomën e rrëfimit ajo flet për veten, për ëndrat, për të shkuarën, por askush nuk i thot se në portale po ndërtohet çifti Alba, Limi, dy shtëpi, dy formate, dy histori që nuk takohen. Ndoshta një ditë, kur gjithçka të mbaroj, Alba do ta dëgjoj këtë tregim dhe do të buzëqesh me habi. Ndoshta Limi do ta tregoj si shembull se si funksionon makineria e thashethemeve. Sepse Big Brotheri nuk është vetëm loja atyre brenda, por edhe atyre jashtë që kanë nevojë të besojnë në diçka. E vërteta mbetet e thjeshtë. Ata janë vetëm dy individ në dy rrugë të ndara. Çdo gjë tjetër është zhurmë rreth tyre. Dalja e Limit para kamerave të Big Brother 2 ditë më parë nuk ishte thjesht një episod nervash i radhës. Ishte një shpërthim që zbuloi atë që shumë shikues e përshpërisin prej kohësh, se pas fasadës së një spektakli argëtues fshihet një makineri që prodhon tension, poshtërim dhe gjuhë të errët. Fjalët e tij kundër Olsa Muhamedit dhe produksionit ranë sigur në një ujë të turbullt që ka kohë që lëviz, por që askush nuk guxon ta trazojë seriozisht. Reality show në hapësirën shqiptare ka lindur me premtimin për të sjellë njeriun real, emocionet e vërteta, jetën pa filtra. Me kalimin e viteve ky premtim është shndërruar në një slogan bosh. Sot, ajo që quhet realitet televiziv i ngjan më shumë një teatri ku skenari shkruhet me logjikën e klikimeve dhe jo me logjikën e dinjitetit njerëzor. Limi foli pikërisht për këtë deformim, për mënyrën se si njeriu brenda shtëpisë trajtohet si mjet për shikueshmëri dhe jo si qenie me kufi emocional. Akuzat e tij ndaj autores së formatit ishin të rënda. Ai e përshkroi produksionin si një mekanizëm që nxit qëllimisht përplasje, që seleksionon skenat më të ulta dhe i servir si kulm të spektaklit. Sipas tij, programi po e humb identitetin dhe po shndërrohet në një arenë ku fiton ai që bërtet më shumë, jo ai që përfaqëson vlera. Këto fjalë mund të tingëllojnë si mllef personal, por ato përkojnë me ndjesinë e një pjese të madhe të publikut që ndihet gjithnjë më i huaj përballë ekranit. Përgjegjësia e produksionit nuk është e vogël. Kur çdo debat i ulet shpërblehet me minuta të gjata transmetimi, kur ofendimet kalojnë pa asnjë filtr, kur figurat publike brenda shtëpisë lihen të linçohen verbalisht, atëherë krijohet një kulturë e re komunikimi. Një kulturë ku dhuna e fjalës normalizohet dhe ku shikuesit mësohen se për të qenë interesant duhet të jesh i pamëshirshëm. Kjo është pasoja më e rrezikshme e këtij lloji televizioni. Limi nuk është i pari që ngre zërin. Edhe më herët konkurrentë të tjerë kanë lënë të kuptohet se loja nuk është aq spontane sa duket. Se ka ndërhyrje të padukshme, orientime, preferenca dhe standarde të dy fishta. Por rallëherë dikush ka folur kaq hapur, me një gjuhë që diqte çdo orë pas vetes. Ai nuk kërkoi simpati, kërkoi llogari morale. Debati rreth rolit të Olsa Muhamedit është i pashmangshëm. Si arkitekte e formatit, ajo përfaqëson fytyrën publike të tij. Askush nuk pret që autoria të jetë edukatore kombëtare, por pritet që të ketë kufi etik. Kur programi ngjan më shumë me një kopje të shëmtuar të emisioneve të njohjeve të tipit konfliktual, kur intimiteti i njerëzve përdoret si karem, atëherë pyetja nuk është më artistike, por morale. Publiku nuk është turm pa mendim. Reagimet në rrjetet sociale pas fjalimit të Limit treguan se ka një lodhje të përgjithshme nga ky model. Shumë njerëz ndihen të fyer nga niveli i gjuhës që u futet çdo mbrëmje në shtëpi. Prindër që shohin fëmijët të imitojnë sjellje agresive, të rinj që mësojnë se fama ndërtohet mbi poshtërimin e tjetrit.
Ky është çmimi i vërtet i spektaklit, televizioni dikur kishte mision formues. Edhe kur argëtonte, e bënte me një lloj elegance. Sot duket sikur gara është kush prek fundin më shpejt. Big Brother në Kosovë kishte mundësinë të ndërtonte një identitet të vetin, më njerëzor, më të mençur se kopjet e rajonit. Por rruga e zgjedhur deri tani të çon drejt banalizimit total. Fjalët e Limit, sado të ashpra, duhet të shërbejnë si kamban alarmi. Nuk ka rëndësi nëse ai ka gabimet e veta, e vërteta nuk matet me biografinë e atij që e tholl. Nëse produksioni vazhdon të sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur, atëherë mesazhi për shoqërinë është i qartë. Çdo gjë lejohet për pak më shumë audiencë, ndoshta ka ardhur koha që formati të rishpik vetveten. Të vendos rregulla të qarta komunikimi, të mbrojë dinjitetin e garuesve, të mos e shes konfliktin si vlerë. Televizioni nuk është thjesht pasqyrë e shoqërisë, ai e formson atë. Dhe kur pasqyra mbushet me balë, edhe fytyrat që shihen në të fillojnë të duken të shëmtuara. Historia e këtij sezoni do të mbahet mend jo për fituesin, por për çarjen që u krijua mes publikut dhe produksionit. Limi vetëm sa e shqiptoi me zë të lartë atë që shumë e mendonin në heshtje. Nëse kjo çarje do të mbyllet me reflektim apo me arrogancë, mbetet për t'u parë. Por një gjë është e sigurt, spektakli që ushqehet me helm herët avon helmon edhe vetveten.